është një dokument turpi i arkivuar në histori pa asnjë vlerë. Si që shifni pra, në pamjet parë për Lubi Ballukun, mbyll dyert e Europës, në fakt e ka për veten e tij, mbasi. Në dosjet e Lubis, në çdo dosje të saj, hajdut i parë është Edi Rama, urdhërdhënës është Edi Rama. Po kështu me Akshin, është faktuar tashmë katërcipërisht se agasi Akshit është Rama, se mirëlinda e Akshit është Linda Rama, se stumulari pegmarrjeve është Armand Frangu për paratë e familjes Rama. Pra, bëra sot këtë shpjegim se në një kohë kur në mënyrë absolute luhet me fatet europiane të Shqipërisë dhe shqiptarëve, luhet shumë keq me këto fate, mediat e vendit të kontrolluara nga qeveria, nga mëngjesi në darkë, marrin ushqimin toksik nga zyrat e qeverisë, propagandën toksike për të mashtruar qytetarë shqiptarë dhe për t'ia ufshehur këto të vërteta. Të merrsisht të dhimbshme. Unë paralajmërova para jush disa ditë më parë se po bëhet gjithçka për ta varrosur çështjen Balluku, de facto çështjen Rama. Por asnjëri s'duhet harroj se ajo çështje është çështje jetike e të ardhmës shqiptarëve. E integrimit tyre në Bashkimin Evropian. Çdo të kthim mbrapa, në aparencë është çështja Balluku. Në fakt është dosja Rama që qëndron në çdo faqe të çështjes Balluku. Ndaj dhe jam këtu për të qëndruar për interesin më të mirë të shqiptarëve, interesin evropian të tyre. Jam këtu për të bërë thirrje shqiptarëve, të marrim në dorë fatin ton, fatin e Shqipërisë. Të mos lejojmë që aktet të vjedhjes të tmerrshme të taksave të shqiptarëve dhe pasurive publike nga anëtar të organizacë kriminale të kryesuar nga Edi Rama të na mbyllin në dyert e të ardhmës europiane. Dhe të vazhdojmë të shpërbëhemi si kombë, si po shpërbëhemi tani. Edhe njëherë, Bashkimi Evropian foli. Nuk mbyllet asnjë kapitull pa votimin e IBAR-it. Dhe IBAR nuk votohet pa arritur standardet e kërkuara. Bllokimi i IBAR-it do të thotë bllokimi mbylljes së çdo kapitulli.